Zoti Besiri, ndoshta ka vend edhe për pak analizë. Me gjithë protestat, duhet të shpeshta të studentëve, cilët këmbgulin për të drejtat e tyre, Aleksandar Vučić nuk largohet apo nuk bie nga pushteti. Kush e mban atë në pushtet në gjykimin tënd? So, to be completely accurate, President Vučić për të qenë i kujdesshëm, Presidenti Vučić nuk do të mbijetonte zgjedhjeve, por opozita, OJQ-t dhe organizatat të tjera thonë se tre zgjedhjet e fundit janë manipuluar në shkallë të lartë. Presidenti Vučić dhe partia e tij kanë keq përdorur të dhënat shtetërore dhe fondet për të siguruar vota. Kjo ka bërë që të kemi pasur një rezultat ndryshe nga ai i zgjedhjeve që do të ishin të lira e të ndershme. Gjatë protestave kundër Miloševićit, ne shpresonim se kishim hyrë në një periudhë demokracie ku do të kishim zgjedhje të lira e të ndershme. Por edhe pas disa dekadave kemi presidentin Vučić që kontrollon gjithçka, përfshirë mediat, duke përhapur propagandë dhe duke u pamundsuar qytetarëve serb informimin real. Duke pasur këtë parasysh, Presidenti Vučić ka një pushtet ligjor në Serbi, por janë miliona njerëz që kanë marshuar në muajt e fundit, që kanë manifestuar kundër tij, pasi Presidenti Vučić e ka humbur legjitimitetin. Dhe policia e tij ka sulmuar dhe arrestuar student pa pasur probleme. Dhe kjo është një keqpërdorim i kompetencave dhe diçka që nuk e shihnim që në kohën e Miloševićit. Kjo është dhe arsyeja pse studentët dhe qytetarët po kërkojnë me ngull zgjedhje të parakohshme dhe po të ishte i bindur se Vučić do t'i fitonte këtë zgjedhje, ai nuk do të kishte problem t'i shpallte ato. Mund t'i shpallte që nesër, por ai është i tensionuar për shkak të korrupsionit të lartë, për shkak të kriminalitetit të lartë dhe mungesës së reformave të nevojshme për integrimin evropian. Ai i ka monopolizuar institucionet në këto vite qeverisje. Dhe qytetarët, në saktë institucionet, nuk mund të bëjnë punën e tyre në të mirë të qytetarëve. Përpara kësaj themi mjaft, dhe nuk është vetëm një proteste e studentëve, por po vjen edhe nga opozita, nga shoqëria civile dhe madje edhe organizata mediatike. Janë të shumt njerëzit që duan të shohin fundin e presidentit Vučić dhe pushtetit të tij. Qartë, zoti Besiri, ndoshta edhe qartësojmë. Është raportuar se janë parë slogane, pankarta apo flamuj të Kosovës. Ma konfirmoni diçka tillë dhe nëse po, kush i ka përdorur ato? Cili ka qenë qëllimi? Të them të drejtën, unë nuk kam parë flamuj të Kosovës të jenë përdorur. Thirrjet
e studentëve dhe qytetarëve janë që të ngrihet flamuri i Serbisë. Në raste shumë të ralla mund të ketë flamuj nga minoritetet apo në mbështetje të Ukrainës, Gazës, por mund të kenë qenë edhe nacionalistë që mund të kenë përdorur flamurin e Kosovës me qëllim që ta vendosin atë në fokus të protestave dhe është diçka që funksionon në disa qarqe të shoqërisë sonë. Disa e konsiderojnë presidentin Vučić tradhtar sa i takon çështjes së Kosovës përmes marrëveshjeve që kanë nënshkruar në Bruksel. Këta njerëz kërkojnë që ai të largohet për shkak të kësaj tradhtie të supozuar, por personalisht nuk kam parë që të përdoren flamuj të tillë të Kosovës.